Unë jam prindi 2 fëmijëve që janë konsumatorë të mëdhenj të qumshtit, kosit, djathit dhe gjalpit. Ndaj si të gjithë ju jam i interesuar për cilësinë dhe sigurinë e produkteve që ju vendos në tavolinë. Ndaj kur javën e kaluar mora një ftesë për të vizituar fermën dhe fabrikën e qumshtit Erzeni, e pranova me shumë kënaqësi. Ferma ndodhet në Divjak dhe ky është vendi ku qindra lop prodhojnë qumshtin që më pas përpunohet në fabrikën që ndodhet në Berat. Lopët nuk është se ma varën shumë pasi ishin tepër të interesuara pas ushqimit. Një silazh bari, misri, elbi dhe vitaminash që stimulon prodhim të lartë qumshti. Fabrika e qumshtit më befasoi për standardin e pajisjeve, higjienën, kontrollin ushqimor dhe larminë e produkteve të bulmetit që përgatiteshin atje. Qumshti kontrollohet imtësisht që në pranim dhe në përfundim, çdo produkt Erzeni kontrollohet sistematikisht në laboratorin e fabrikës për të qenë i sigurt dhe i ushqyeshëm sipas standardeve ISO. Këtu prodhohet qumësht i freskët, lloje të ndryshme kosesh dhe djathrash, të gjitha në cilësinë më të lartë të mundshme. Por ajo që më pëlqeu më shumë ishte përkushtimi i punonjësve dhe drejtuesve për të sjellë më të mirën në shtëpitë tona. Kur një punë bëhet me gëzim dhe me dashuri, fryti i saj nuk ka si të mos jetë i shkëlqyer. Më ngrohet zemra kur shoh se si edhe në Shqipëri, sakrifica, përkushtimi dhe puna e ndershme shpërblehen me sukses.